Çështja e ratisjes është ngritur nga opozita, por edhe në opinionin publik për shkak se sapo doli njoftimi nga SPAK-u, të paktën në rrugë mediatike, Belinda Balluku është faq në Zvicër dhe më pas ditën e sotme e shohim në Rumani. Ndërkohë kemi edhe rastin tjetër të Arben Ahmetajt dhe në këtë rast ka mundësi dhe gjasa që Belinda Balluku të arratiset si Arben Ahmetaj? Për Arben Ahmetaj e kam deklaruar ditë dhe i kam thënë, unë kam qenë në një media dhe i thashë, në qoftë se Arben Ahmetaj nuk arrestohet sot, nesër pas nesër ai do largohet nga Shqipëria dhe do kërkojnë azil dhe ja kam pas përcaktuar se ku do kërkojnë azilin. Ndërsa Belinda Balluku as nuk i shkon mendja që të arrijnë për të kërkuar azil në një kohë kur nuk ka asnjë lidhje të asaj rëndësie që ajo mund të largohet nga Shqipëria. Dhe Belinda Balluku nuk munden pra as SPAK-u, as një institucion që ta marrin të pandehur dhe ta çojnë në burg. Ajo mund të ngrisin akuzat sa dush, por ama ajo mund të ketë bërë gjithçka, po them edhe një herë. Po derisa SPAK-u nuk ka arrit që të krijojnë një provë bindëse për t'ju drejtuar gjykatës për të marrë një masë, ndaj saj nuk ekziston asnjë provë, vetëm thjesht janë muhabete dhe lojra politike të krave herë majtë herë djathtë. Ndërkaq bëhet e ditur se SPAK-i ka dërguar një fletë thirrje të dytë në adresë të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Balluku për të paraqitur në një nga ditët e kësaj jave. Nëse Belinda Balluku nuk paraqitet në SPAK, çfarë parashikon ligji në këtë rast? Atëherë, ajo mund mos paraqitet, po mund të dërgojë një shkresë zyrtare, të cilën e thotë që për arsye shërbimesh ndodhen deri me datën kaq dhe unë do të paraqitem. Nëse çon këtë shkresë, pra është një shkresë me email, e cili i drejtohet SPAK-ut, nuk mund ta akuzosh dhe nuk mund të vish pretendime që ajo do fshihet ose nuk do të paraqitet. Pra, herën e parë i çon shkresë, herën e dytë përsëri i çon shkresë. Nëse ajo nuk arrin të komunikojë me SPAK-un ose përfaqësuesi i saj me komunikume me oficerët e policisë gjyqësore, atëherë ata do të kërkojnë me çdo kusht marrjen e një mase, ti kërkojnë parlamenti pra heqjen e mandatit, ka disa procedura të cilat prokuroria po të dojë dhe po të ketë prova i fillon. Por mendoj unë që ajo prokuroria, SPAK-u, ka prova të vogta, nuk ka prova bindëse dhe e din që po të shkojnë gjykatë dhe gjykata do i thotë jo, nuk ta jap lejen. Çfarë do bëjnë pastaj SPAK-u? Pra, ajo e ka një bindje në trunin e vet. Ajo e ka kriju idenë që ajo nuk ka prova SPAK-u ose edhe ato prova që janë të dërguar nga krahu politik me e trondit, por se mund t'i bëjnë gjë, jo. A ekziston rreziku i marrjes së saj me forcë për në SPAK nëse ajo nuk paraqitet vetë vullnetarisht për të përballur me akuzën e SPAK-ut ose të paktën dokumentacionin që do t'i paraqesin? Po s'du më zotëri më paraqitur SPAK. Kush e më detyron mu më paraqit SPAK? Unë s'du fare. Ti nëse dërsh ko merr mas në gjykatë. Nëse ti në gjykatë aty drejt, hajde merr. Po nuk ka për t'i dhënë gjykatë aty drejt për të marrë një mas. Qoftë mas detyrimit më paraqit. Pra janë rregulla ato. Dhe nuk mund të bëjmë për çefin e krahut majt apo krahut djathtë për të luftuar njëri tjetrin. Do të ikim këtyre xhanave në Shqipëri. Nuk mundën ama të punojmë privatisht ose nëpërmjet politikës. Duhet një herë e mirë të heqim këto veprime. Janë antinjerëzore, antiligjore. Pra ju mendoni se SPAK-u nuk i ka kopsitur sa duhet dosjen e Belinda Ballukut pavarësisht akuzave ndaj saj dhe për këtë ka drojtje që ti drejtohet gjykatës? Pa jap me garanci që nuk ka prova, se po të ishte prova nuk do njete këtë praktik, hajde, jep deklarime. Pse do shkonte me dhënë deklarime? SPAK-u fare mirë do kishte, pra ka vite që po vazhdon duke mbledh prova. Nëse do kishte mbledh prova, do i drejtohej gjykatës. Dhe s'kishte nevojë të merrte Belinda Ballukun për ta pyetur. Regjistrimi i procedimit penal, për mendimin tim, duhet të jetë lidhur me një çështje, po jo me persona. Dhe unë të marrë si person, por ama nuk kam ngrit akoma një akuzë për Belinda Ballukun ose për X-in e Y-in. Dhe SPAK-u derisa nuk i ka këto prova,
A i duhet ta thrasin manej në fund, i thot, zotëri, do vish tu të firmosish marrjen si të pandehur. E ka marrë spaku si të pandehur? Ja. Nëse e ka marrë, do t'i kishte qenë gjithë dosjen për ta verifikuar, për të parë atje me dhënë shpjegimet e veta. Derisa nuk jemi këtu, do thotë që gjitha janë lojra të cilat po e bëhen në Shqipëri. A ka gjasa që Belinda Balluku gjatë kësaj kohe që nuk po paraqitet në SPAK, pra për gjatë kësaj jave në këto ditë po fiton kohë dhe ndoshta po negocion me kryeministrin Edi Rama, apo edhe mund prish provat? A ekziston një skenar i tillë? Po nuk mund të ekzistojnë sepse nuk jemi akoma të precizuar në akuzën që jashtë bërë. Dhe derisa nuk kemi një akuzë të mirë fillt, nuk ka asnjë gjë që ajo mund të fshehet për këtë situatë. Nuk ekziston fshehja. Dhe ta largojnë trunin gjithë ata që pretendojnë që kjo po i fshehet SPAK-ut. Nuk i fshehet, nuk ka çfarë të fshehet. Por edhe kjo, nëse do kishte SPAK-u një diçka konkrete, do i qote shkresë dhe do i thote anullimin e të gjitha veprimeve të tuaja me çdo institucion. Dhe derisa SPAK-u nuk ka marrë një mas për ta pezulluar nga një aktivitet ose një veprim të tillë, atëherë jemi vetëm të vokt, jemi pa prova, jemi për të krijuar një tymnaj për mu, për sa i përket për të ndihmuar krajin tjetër politik. Ka raportime të ndryshme, por edhe ajo që përflitet nga SPAK-u që struktura e posaçme ka rënë në gjurmët e Belinda Ballukut, nisur nga zbërthimi 4 telefonave që janë sekuestruar ish kreu të ARSH-s Erviz Berberit. Në këtë rast, sa përbëjmë prova, komunikimet telefonike apo dhe vetë mesazhet që ajo ka zhvilluar me vartësit e saj? Po varet, pra duhet që këto prova të jenë të mbështetura diku. Nëse do ta marrim një tavolinë me një kam dhe as me 2 kam nuk rrin. I dën minimumi 3 kam për të nejtë tavolina. Dhe këto prova të cilet pretendohen kanë një kontekst tjetër dhe për si e kanë kontekstin dhe jo pa qëllim e kanë thirrë që çka ke desh me thanë me këtë mesazh. Po marrim një shembull. Por duhet ta kuptojmë dhe të marrim masa një herë një institucionet e drejtësisë shqiptare që me këto matrapasdhëqe, telefonatash, me këto përgjime, nuk mund të shkojmë më as në Europë, as askund. Pra se këto janë tridhime dhe janë mekanizma të kohës në veri. Nuk janë më mekanizma. Asaj i arrestun gjyshin, i avran gjyshin dhe të njëjtën gjë po kërkojnë me i bë edhe këta tjerët. Zoti Pjetra, si mendoni, Belinda Balluku do të ketë të njëjtin fat si Arben Ahmetaj apo si Erion Veliaj? Si asnjëri, s'ka lidhje me të fare. Për mua, nga ana deri tani, prova, unë po them ligjërisht, ma ne privatisht mund bëjnë çfarë don. Mbas ligjit, ajo është krejtësisht e qetë në punën e saj. Dhe nuk tregon asnjë arsye dhe asnjë frikë lidhur me veprimet e saj. Sa i ngarkon atë fakti, sa i përket aspektit ligjor, që ajo ka firmosur çdo VKM të kryeministrit Edi Rama në mungesë të tij? Po tani, ajo nuk mund të shkote me aqu as Clintonit, as Bushit, as një presidenti tjetër, po ajo ishte për atë punë për t'i firmos. Dhe kur arrimi firmos, nuk ashtë ajo që mund përgjithësi për firmen. Ajo firmos, ato që i sirë në institucionet, pra qoftë ARSH-ja, qoftë Keshi, qoftë tjetri, pra ajo i firmos. Janë persona të tjerë që pagohen për të parë, për ta zbarë, për t'ia dhënë me rekomendim, për t'ia treguar se çfarë bëhet në një vend dhe një tjetër, për të arritur në konkluzionin që duhet firmos apo jo. Nëse do kishim arritur që atja t'i thonë që unë nuk e firmos, kishte thënë drejtori po themi ARSH-s, unë nuk e firmos këtë sepse është shkelje ligjit.